Kur shkruhen e shohin automatikisht që lista vet është e gjatë, veç është ideja që na me arrit, mi perceptu edhe mi kuptu, edhe me di që hej, leje pak telefonin, lej fotografit, edhe hene këqyri fotografit në galerin tonë e telefonit. Ti, qysh momentet e tuja, se nuk është ideja qysh po doket, po çfarë ndjesie po ta jep. Sa njerëz sot, për shembull, ndodhe dhe në seancë, thojnë, kom postu fotografi, kom shumë fotografi të bukura, më kanë ndodhë, po konë dita ma e zëmt, e ma e keqe jetës. Ati në shumë e dhimbshme me dëgju. Pra ka dalë falcën në foto. Po. Në shpe të regu tjeve që mundëm t'jem jo ose e lumëtër. Po. Dhe me thonë është ideja që ti veç me ekspozu po personi kur e verbalizon vetë që ato që e përjeton në një ditë të tillë, dhe me thonë që është mundet me qenë një ndër ditë që shihet si ditë më të mira të jetës, edhe që ajo me qenë dita e ti bën fotografit super, të bukra, edhe realisht është dita ma e zëmt e jotja, dhe me thonë ti automatikisht, kur e këqyrsh edhe thojke, kur e këqyri që atë fotografi ndjesi tepër të keqe mje, kur i këqyri ato fotografi mjep ndjesi shumë të keqe. Dhe me thonë jep ndjesi të keqe se nuk është ideja e pamjes, po është ideja e ndjenjes që ta krijon. Dhe me thonë se na mundemi me shku me një vend tepër të bukur, tepër të mirë, por realisht në varet shumë me kënd jemi. Me kënd jemi në qatë kohë jemi tu e kalu, që shaj person ose që ata persona po na bojnë mundje.